Në mbrëma të gjithve. Më bëhet zemra mal që ju shikoj kështu bashkë. Që shikoj qytetari. Dhe jo bëdaksin komedian që nuk qesh njëri. Isha vetëm 11 vjeç kur ndryshoi regjimi, kur menduam se ndryshoi regjimi. Regjimi nuk ka ndryshuar, vetëm formë, përmbajtja është e njëjta. Duan t'ju përçajnë, duan t'ju fusin lloj-lloj plerash midis. Po ne nuk bëhemi pis. Ika nga Shqipëria se nuk doja t'ja shqis nga shpirti i shejtanit. Dhe nuk ka për t'ja shqitur shpirti i shejtanit. As kur kisha pozita, as sot që kam pozitat e mia, me djershën time, me shpatullat e mia. Dhe këta nuk mund të tallen me ne. Këndeshët e Ramiz Halis nuk mund të tallen me ne. Nuk kanë asnjë të drejtë. Këndeshët e parlamentit nuk mund të tallen me nënat e atyre që emigrojnë si unë sot e kësaj dite. Ndërkohë që nënat e tyre tregojnë varset e Floririt nëpër kafenetet e Shqipërisë. Më falni për revoltën, por unë jam i revoltuar po e sa ju. Këta kanë frikë se kush do na fusin në Europë. Ne jemi Europa. Ne nuk kemi nevojë për Europën e këtyre. Ne jemi europian. Jemi europian në gen. Sot merr në kode gjenetike. Fjalën gen e kemi ne. Fjalën gen unë e kam në emër, fjalën gen e keni gjithë ju në emër. Ne jemi gen i Europës. Ne nuk jemi të shqitur. Këta ja kanë shqitur shpirti i shejtanit, që nga Berisha e deri te ky Pisha. Ky Karagjoz që mendon se bën stand-up me njerëzit e administratës, që i detyron njerëzit, që ka pushuar njerëz nga puna dhe që i detyrojnë prindrit të thonë fëmijëve mos flisni. Po nuk folëm ne kush do flasin. Kush do flasin? Ne do të flasim. Edhe njërë më falni për nervin, ju dua të gjithëve. Qëndroni bashkë.